Shoqata rajonale e futbollit Gjirokastër vijon përgatitjet për turneun e dytë të sezonit, i cili do të mbahet në fund të marsit në Fier, ku i presin 3 takime secilën prej skuadrave U12 dhe U13. Këtu në fushën sportive Lefter Milo Dervician, ekipi përfaqësues rajonal stërvitet çdo të hënë. I gjithë shoqata, duke filluar me Tepelen, me Maliaj, Përmet, Këlqyr, Saran, Delvin dhe Gjirokastra, bashkë me rrethinat e saj, organizojmë çdo të hënë seanca stërvitore. Në kuadër të turneut të dytë rajonal që ne zhvillojmë në qytetin e Fierit, jemi duke bërë seancat e fundit stërvitore, sepse në fund të marsit do zhvillohet turneu i dytë rajonal. Shpresojmë të kemi paraqitje pozitive, seancat po shkojnë mirë, impenjimi është maksimal, angazhimi i trajnerëve bashkë me stafin është maksimal, shpresojmë që të dalë mirë. Futbollistët e vegjël duket se kanë marrë me pasion këtë lojë, të cilën e kanë nisur vite më parë, madje kanë edhe ëndra lidhur me të ardhmen. Unë vi nga Maliaj dhe seanca ime në rajonalen e Gjirokastrës është prej 1 viti. Unë vi çdo të hënë këtu dhe përfaqësoj çfarë di dhe mendoj që do t'ja dalim në turneun e dytë. Cili është roli yt në skuadër? Roli im në skuadër është sulmues. Po ndonjë gol ke bërë gjatë atyre ndeshjeve që ke pasur? Jo. Si mendon do ta vazhdosh sportin? Po, me sa duket do ta vazhdoj jo në Shqipëri, po në një vend tjetër. Kam 2 vite që stërvitem me kombëtaren rajonale të Gjirokastrës dhe një ditë shpresoj që të zëvendësoj portierin Strakosha dhe të mbroj portën e kombëtares shqiptare. Me sport kam 7 deri në 8 vite që merrem me këtë pozicion. E kur ke nisur, ku kanë qenë ato fillimet e tua të para? Fillimet e mia në këtë pozicion kanë qenë në moshën 4 vjeçare. Atëherë lozja në lagje dhe më pas fillova të përmirësohesha me kalimin e kohës dhe mora iniciativën që të shkoja në stërvitje dhe të provoja veten sa i mirë që isha. Dhe sa kohë ke që stërvitesh tamam në kujdesin e profesorëve? 4 deri në 5 vite. Që stërvitem në kujdesin e këtyre trajnerëve të shkëlqyeshëm. Sa topa kanë prekur rjetën tënde gjatë tyre ndeshjeve që keni zhvilluar? Po, unë përpiqem që mos të konsumoj asnjë gol, por porta mund të ketë portier, por topi përsëri futet dhe unë them maksimumi deri në 9-8 gola. Kombëtarët rajonale të Gjirokastrës funksionojnë prej 6 vitesh dhe aktualisht zhvillojnë rregullisht stërvitje në drejtimin e trajnerëve Nerita Novi e Lorenz Risti.